lidhur me nenin 82 paragrafin 1 në pika 3, e cila dispozit nuk ka para po pasojë juridike, tash tutje e kemi të qartë, por nuk ka mundur të nxirret dekreti hipotetikisht mbi një bazë që nuk ekziston. Tash tutje e keni bazë, por s'ka ekzistuar deri më sot. Po deri sot s'ka ekzistuar bazë. Po jo baza është tash aktgjykimi, që po tash jep një kundërargument. Edhe në dispozitiv aktgjykimi parashe që nëse brenda këtyre 34 ditëve nuk zgjedhet presidenti, parashe shpërndarjen vetë gjykata kushtetuese në aktgjykim. Domethënë nuk ja bart autorizimin as presidentit. Se s'kem president. Ja, po ushtruese e detyrës. Jo, kemi ushtruese. E thot decisivisht. Po sepse kjo është tjetër, e thot decisivisht. Ushtruesi presidenti thot, bashkë thot presidenti apo ushtruesja e detyrës së presidentit, thot e ka vetëm një kompetencë me e caktu datën e zgjedhjeve. Po mas shpërndarjes. Po ju për shpërndarjen e ka bu vetë gjykata. Po automatikisht e bën sepse e konsumon dot të presidentit. Jo, s'po del kujo. Po ka vepruar me që e nisi fjalën duke thënë që është të mërshme. Nuk duhet me shkuvenin zgjedhje me se s'u zgjedh kuvenin presidentit. Është për të mërshmes. Jo me thonë që nuk duhet me shkuvenin e zgjedhje. Nëse kuveni dështon me zgjedhje nuk i di pse ki ka shumë siklet. Le ta trajtojmë disa gjëra, disa elemente. E para, në Republikën tonë parlamentare, as me Kushtetutën e Republikës, madje as me aktgjykimin e sotëm, presidenti i Republikës nuk ka diskrecion, nuk ka autorizime me shpërnda kuvendin edhe nuk do të ketë asnjëherë në këtë sistem. Kuptoje. Ku e ka thonë këtë dallim? E ka thonë vetë që shpërndohet, e ka parapo vetë shpërndarjen. Se kemi situatë tjetër. Ta ka jep afatin, vazhdimin e afatit Adnan. Ta ka jep 34 ditë vazhdimin e afatit. Shpjegoj 34 ditë automatikisht shpjegoj elementet. Domethënë, elementi i parë